Horoskopi javor 25 deri në 31 maj 2026. Dashi. Yjet tregojnë se këtë javë do të gjendeni në mes të dy zjarreve, dëshirës për të siguruar të sotmen dhe frikës që të sjellë e nesërmja. Kjo paqartësi do t'ju bëjë të mendoheni mirë se ku duhet t'i vendosni bastet tuaja. Një tjetër luftë e brendshme do të jetë ajo mes dëshirës për të dalë zot i vetes, me kokëforci dhe nevojës për të bërë lëshime në familje dhe për të ruajtur qetësinë. Ndikimi i Marsit tek Demi do t'ju detyrojë të ulni pak shpejtësinë, duke ju dhënë kthjelltësinë që ju mungonte. Do të filloni të largoni vetvetiu nga njerëzit dhe grupet që ju shterojnë energjinë për t'u rrethuar nga individë që mendojnë si ju. Rreth datës 26 do të ndjeni një guxim të madh për të marrë frenat në dorë dhe për të udhëhequr të tjerët. Megjithatë, Afërdita do t'ju vendosë përpara disa pyetjeve të vështira që lidhen me shtëpinë dhe detyrimet familjare. Në fund të muajit, hëna e plotë do të ndezë dëshirën tuaj për liri dhe aventura të reja. Mos nguroni të bëni plane dhe të niseni, sepse pikërisht ky udhëtim i ri do t'ju sjellë sigurinë që po kërkoni aq shumë. Demi. Kjo javë do të jetë e ndërlikuar dhe do t'ju vërë përpara provave të mëdha. Që në ditët e para, një situatë e tensionuar në punë do t'ju bëjë të humbisni durimin. Do të ndërmerrni disa hapa drastik që do t'ju surprizojnë edhe ju vetë. Dëshira juaj e madhe për të dalë mban vetëm po ju jep guxim, por kujdes, sepse nga mesi i javës rrezikoni të zbuloni se keni djegur disa ura bashkëpunimi pa dashje. Ndikimi i Marsit në shenjën tuaj do të sjellë një përplasje të fortë pushteti në sferën profesionale. Ju do të mbani qëndrimin tuaj me ngulm dhe kjo përballje do t'ju transformojë rrënjësisht. Dielli ju jep mbështetjen e duhur për të mos u dorëzuar. Në dashuri dhe marrëdhënie do të përballeni me biseda të mirëkullta për angazhimin. Mos kërkoni siguri me çdo kusht, siç bëni dikur. Dëgjoni shpirtin tuaj tani. Në fundjavë, hëna e plotë do t'ju bëjë të uleni dhe të mendoni mirë për lidhjet që keni me njerëzit e tjerë dhe për ato që ju detyroheni atyre. Kjo do të jetë një kohë e duhur për të parë se çfarë ju ka mbajtur peng, për të marrë mbrapsht fuqinë dhe për të mos ia dorëzuar më askujt. Binjakët. Këtë javë, ndikimet nga jashtë do të jenë një burim i madh inspirimi për ju. Njerëzit që ju rrethojnë do të kenë një ndikim të fuqishëm në rrugtimin tuaj. Mjafton që ju t'i dëgjoni dhe t'i pranoni këshillat e tyre. Në horizont po vjen një drejtim i ri që do të ndezë kuriozitetin tuaj për të udhëtuar apo për të ndryshuar rrjedhën e disa gjërave. Megjithatë, nga mesi i javës do të përballeni me një moment tensioni për sa i përket shpenzimeve. Planet tua për të ardhmen do të përplasen fort me realitetin e portofolit, çka do t'ju detyrojë të ndiheni në udhëkryq për atë që dëshironi vërtet. Nga ana tjetër, planetet do t'ju shtyjnë të mendoni nëse jeni gati të shkëputeni pak nga bota virtuale dhe për të fokusuar në botën reale. Fundjava vjen me lajme të mira. Hëna e plotë në sektorin e lidhjeve do t'ju falë përgjigje të rëndësishme intuitive për jetën tuaj në çift. Do të jetë një periudhë ideale për të nisur aventura të reja me njeriun e zemrës dhe për të marrë një dritjeshile për një projekt që e kishit lënë pezull. Gaforja. Kjo javë do t'ju shndërrojë në një magnet të vërtetë për dashurinë, bollokun dhe kënaqësitë e jetës. Ju do të rrezatoni, ndërsa intuita juaj do të jetë më e mprejtë se kurrë. Do të merrni disa sinjale dhe zbulime të papritura nga rrethanat, ndaj besojini ndjenjes tuaj të brendshme, përpara çdo gjëje tjetër. Marsi në Dëm thotë se ka ardhur koha të dilni nga guacka,
të krijoni lidhje të reja dhe të tregoni me pasion për gjërat që do të ndërtoni. Njerëzit do t'ju presin mjaft mirë në grupe dhe shoqëri. Megjithatë, fundi i një cikli po afrohet dhe do t'ju duhet të reflektoni mirë se çfarë po lini pas. Gjërat do të ndërlikohen pak nga mesi i javës, ku mund të keni disa fërkime me shefin dhe e prorët në punë. Ju po përpiqeni maksimalisht të kujdeseni për qetësinë tuaj shpirtërore dhe shëndetin tuaj mendor, por kërkesat e larta në vendin e punës nuk po ju lënë rehat. Edhe nëse arrini ta shtyni javën me mbingarkesë, siguroni që në fundjavë të vendosni si prioritet pushimin absolut. Hëna e plotë që po vjen ju kujton se argëtimi është ilaçi më i mirë kur keni kohë që punoni pandalesa. Luani. Kjo do të jetë një nga javët më të ngarkuara, por dhe më magnetike e vitit për ju. Njerëzit e duhur do t'ju gjejnë krejt natyrshëm dhe biseda të rastësishme do të kthehen në mundësi shumë të rëndësishme. Marsi do të zhvendoset për t'ju dhënë forcën dhe vullnetin që ju duhet për të bërë gjërat realitetë, ndërsa Afrodita do t'ju sjellë romancë dhe dëshirë për të shijuar të bukura. Shkëputuni pak nga bota virtuale dhe lërni veten të mbusheni me energji pozitive. Yjet do të rrisin krijimtarinë dhe instinktet tuaja, duke ju ndihmuar të arrini atë që doni. Dielli në binjak do t'ju bëjë jashtëzakonisht të dukshëm në sy të tjerëve, duke ju hapur dyrë për aventura të reja. Do të jeni aktiv dhe do të merrni iniciativa. Fokusohu tek shpresat, ëndra dhe njerëzit që po ju mbështesin. Keni një potencial të madh krijues këtë periudhë, ndaj mos lejoni që xhelozët apo kritikët t'ju prishin punë. Bëni kujdes në fillim të javës, pasi mund të bëni një gabim të vogël në hapat profesional nëse nuk tregoni vëmendje. Nëse ndodh, thjesht mësoni prej tij dhe ecni përpara. Shpërblimi juaj do të vijë në fundjavë, ku hëna e plotë në sektorin tuaj të argëtimit do t'ju dhurojë momente lumturie dhe feste. Virgjëresha. Kjo javë do të sjellë kthesa të papritura dhe mundësi të arta në karrierën tuaj. Planetet do të sjellin një lëvizje të shpejtë në sferën e suksesit, ndaj yjet ju këshillojnë që këtë herë të hidheni në veprim dhe të rrezikoni pak, në vend që të humbisni kohë duke analizuar çdo detaj. Marsi dhe Afrodita do t'ju shndërrojnë në një magnet për njerëzit e duhur dhe eksperienca të reja. Bëhuni pjesë e gjërave sepse fatet po lëvizin me shpejtësi. Gjatë këtyre ditëve, puna e jetës tuaj do të fillojë të marrë një formë më të qartë. Megjithatë, do të ndjeni një përplasje të vogël mes parimeve tua dhe mënyrës se si zbatoni ato në përditshmëri. Një tjetër pengesë mund të shfaqet mes qëllimeve që keni dhe detyrimeve që duhet të plotësoni, duke e bërë javën paksa kaotike. Por mos u shqetësoni nga ky konfuzion momentan. Në fundjavë, hëna e plotë në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes do t'ju bëjë të festoni për gjithçka që keni ndërtuar deri më sot. Kjo hënë do t'ju kujtojë se keni hedhur rrënjë të forta, të cilat do t'ju ndihmojnë të përballoni çdo stuhi apo trazir të vogël që të sjellë jeta. Peshorja. Kjo javë do të hapë dyert të reja për udhëtime, aventura dhe do t'ju japë guxim të madh për të shprehur shpirtin tuaj unik. Pranojeni pa mbyllur syrin çdo ftesë të papritur që do t'ju vijë. Në të njëjtën kohë, planetet do të zgjojnë një forcë të jashtëzakonshme të brendshme, duke ju dhënë aftësinë të shihni përtej maskave të kujdo që përpiqet t'ju bëjë lojëra. Ka ardhur koha të merrni mbrapsht çdo grimcë fuqie që ua keni falur të tjerëve. Afrodita në sektorin tuaj të suksesit do t'ju kthejë në një magnet përballëk, duke ju shtuar sharmin dhe vetbesimin. Megjithatë, ditët në vijim mund të bëhen pak të ndërlikuara. Një hap i gabuar ose një keqkuptim në marrëdhëniet tua më të ngushta në fillim të javës do t'ju bëjë të ndjeni sikur keni humbur pak ekuilibrin.
Do të jeni në dyshim se si duhet të përgjigjeni, por mesi i javës do t'ju jap përgjigjet e duhura. Mjafton të pranoni të flisni me njerëzit e besuar për të marrë një mendim të jashtëm. Të njëjtën ambicet tua të mëdha mund të bëhen pengesë për jetën tua private, duke ju kërkuar kompromise të vështira. Kur të vijë fundjava, hëna e plotë do t'ju ftojë të uleni në ndonjë ambient të thjeshtë dhe të ngrohtë të zonës tuaj për t'u lidhur me njerëzit të afërt dhe për të shijuar biseda pa doreza. Akrepi. Këtë javë, kërkesat dhe nevojat e njeriut tuaj të zemrës do të rëndojnë pak më shumë mbi supet tuaja. Ju në përgjithësi nuk paraidoni rregullat dhe nuk dëshironi që të tjerët t'ju tregojnë drejtimin, por këtë ditë po ndiheni paksa jashtë ekuilibrit tuaj të zakonshëm. Yjet ju këshillojnë që këtë herë t'i lini frenat në dorë të partnerit. Kjo do t'ju largojë pak stresin dhe presionin e madh për të menaxhuar çdo gjë vetë. Nga ana tjetër, fuqia juaj e brendshme po rritet dhe do të jeni jashtëzakonisht magjepsës për rrethin që ju rrethon. Fjalët tua do të kenë një ndikim të madh tek të tjerët dhe do t'ju jepet një mundësi e artë për të shkëlqyer. Marsi në Dëm do të ndesë pasionin, dëshirën dhe sinqeritetin në jetën tuaj në çift. Do të ndjeni një dëshirë të madhe për t'u arratisur nga përditshmëria, por fati ju kërkon të shtrëngoni pak dhëmbët dhe pak për të vazhduar punën e nisur. Në fundjavë, hëna e plotë në sektorin tuaj të financave do t'ju detyrojë të bëni llogari mirë dhe të fokusoni tek paratë. Megjithatë, afërdita do të hapë rrugë për aventura të reja, duke bërë që ta mbyllni javën pa frikë dhe plotësisht të sigurt tek vetja. Shigjetari. Mërkuri do të zhvendoset në sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke hapur zyrtarisht periudhën tuaj vjetore të dashurisë dhe lidhjeve të forta. Planeti do të sjellë një kthes të papritur dhe mjaft pozitive në një raport të ngushtë për ju. Romancat dhe ëndrat do të jenë në ajër, por yjet ju këshillojnë të mbani të paktën njërin kënd në tokë, ndërkohë Marsi do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë dhe stabilitetin, duke ju bërë të ndiheni mirë me veten. Marrëdhëniet tuaja do të vazhdojnë të zhvillohen në mënyra të reja dhe mjaft frymëzuese gjatë këtyre ditëve. Dielli tek binjakët do të bëjë që dashuria të jetë qendra botës tuaj për këtë javë. Afërdita do t'ju ndihmojë të merrni mbrapsht fuqinë tuaj emocionale dhe të shijoni ndjenjat në maksimum. Nga ana tjetër, mund të përballeni me disa probleme të vogla me agjendën dhe organizimin e kohës në fillim të javës. Megjithatë, nëse qëndroni të fokusuar tek puna dhe detyrat tuaja, gjërat do të ecin përpara pa ngecur. Të njëjtën do të ndjeni një lloj tensioni të brendshëm midis dëshirës tuaj të madhe për liri dhe nevojës për afërsi emocionale, e cila mund t'ju duket pak mbytyse në momente të caktuara. Megjithatë, java mbyllet me hënën e plotë, një moment i fuqishëm që do t'ju shtyjë të mendoni mirë dhe të vendosni se çfarë është e drejtë dhe e saktë për ju dhe të ardhmen tuaj. Bricjapi. Kjo javë do të sjellë energji të ndryshme, por as pak të këqija për ju. Planetet do të sjellin biseda të rëndësishme rreth disa ndryshimeve të vogla që ju duhet të bëni në përditshmërinë tuaj. Mos u nxehni dhe mos u stresoni, thjesht bëni rregullimet e duhura dhe ecni përpara. Marsi do t'ju dhurojë gëzim, kënaqësi dhe shumë të qeshura, ndaj lëreni veten të udhëhiqet nga energjia pozitive. Dhe Afërdita zhvendoset në sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke ju sjellë paqe, harmoni dhe një lidhje të fortë me njerëzit që doni. Do të keni ditë të mbushura me gëzim të madh dhe intimitet të ngrohtë. Mos lejoni që analizat e tepërta për jetën apo shëndetin t'ju humbasin mrekullinë e këtyre momenteve.
Megjithatë, në fillim të javës do të ndjeni pak një tension mes dëshirës për të dëfryer dhe gjendjes tuaj financiare, gjë që do t'ju tërheqë në dy drejtime të kundërta. Ju doni të lëshoni veten dhe të jetoni pak, por nga ana tjetër keni nevojë për atë sigurinë materiale që ta bëni këtë pa frikë. Të njëjtën kur partneri ose një marrëdhënie e afërt do t'ju kërkojë më shumë vëmendje dhe përkushtim, mund të ndjeni një frikë se po humbisni lirinë tuaj. Java mbyllet me hënën e plotë në sektorin tuaj të shëndetit mendor, e cila do t'ju bëjë të kuptoni mirë se nga vjen siguria e vërtetë. Ajo vjen nga brendia juaj. Ujori. Mërkuri do të zhvendoset në shtëpinë tuaj të pestë, duke ju dhënë një urdhër të qartë këtë javë. Mbusheni jetën me kënaqësi dhe krijimtari. Planetët do të sjellin ftesa të papritura dhe takime spontane që mund t'ju ndryshojnë disponimin. Energjia krijuese do të fillojë të rrjedhë sërish e lirshme. Ndaj ndjehuni të lirë të shkruani dhe të pikturoni, apo të komunikoni në çdo mënyrë që ju vjen për shtat. Marsi do t'ju bëjë të kërkoni pak ngrohtësi, ndaj do të keni dëshirë të qëndroni pranë njerëzve tuaj më të afërt dhe më të thjeshtë, të atyre të cilët ju bëjnë të ndjeni si në shtëpi. Yjet do t'ju tregojnë qartë se çfarë duhet të lini pas për të arritur nivelin tuaj të lumturisë. Ky proces do t'ju mësojë se angazhimi serioz mund të bashkëjetojë mjaft mirë me argëtimin. Megjithatë, jo çdo gjë është e qetë. Të hënën, një ndjenjë shqetësimi dhe paqartësie do të kërcënojë qetësinë tuaj shpirtërore. Këshilla e yjeve është që të mos përfshiheni në debate të cilat mundet t'i shmangni. Deri të njëjtën mund të jeni pak të lodhur, por java nuk ka mbaruar ende. Do t'ju duhet të ndryshoni planet dhe të lëvizni gjërat nga agjenda për të plotësuar nevojat e të gjithëve. Shpërblimi vjen në fundjavë, ku hëna e plotë do të ndriçojë sektorin e miqësisë dhe mbështetësve tuaj. Bëni plane që të dilni dhe të festoni me miqt të shtunën në mbrëmje. Peshqit. Kjo javë do të jetë e gjithë e përqendruar tek ngrohtësia, shtëpia dhe ushqimi i shpirtit. Planetët do të sjellin lajme të papritura rreth familjes dhe ambientit ku jetoni. Ndërkohë, Marsi do t'ju ndezë dëshirën dhe do t'ju jap guximin e madh për të thënë të vërtetën tuaj troç dhe pa doreza. Nga jashtë do të dukeni pak të qetë, të ftohtë, por bota juaj e brendshme do të jetë duke u përpunuar shumë gjëra njëherësh. Dielli që lëviz në zonën e shtëpisë do t'ju bëjë pak më social se zakonisht, duke u kthyer vëmendje nga jeta private. Bëni kujdes me fjalët, pasi mendime të fshehura mund t'ju shpëtojnë nga goja dhe të dalin në shesh pa dëshirën tuaj. Afërdita do të zhvendoset në zonën tuaj të dëfrimit, duke ju kthyer në një magnet për dashurinë dhe krijimtarinë. Kjo do të ndihmojë në shërimin dhe transformimin e bisedave në familje. Në mes të javës mund të kesh depresion tek financat, shpenzimet, detyrime apo vonesa mund të bëjnë të ndihesh i kufizuar. Është një moment me kujdesin tek paratë dhe mos merr vendime emocionale. Hëna e plotë në fundjavë të sjell mendime të forta për punën dhe të ardhmen. Mund të kuptosh çfarë do realisht nga karriera dhe çfarë duhet të ndryshosh për të ecur përpara. Disa marrin lajme të mira për punë, të tjerë ndjejnë një nevojë për një drejtim të ri. Mesazhi i javës për ty është të kujdesesh për jetën tënde të brendshme. Jo çdo gjë duhet treguar dhe jo çdo betejë duhet bërë me zë të lartë. Ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbar.